ishte një person I cili ishte kthyer nga Franca, ku kishte qëndruar për 6 vite ku punonte në ndërtim, dhe nga kthimi nga Franca ishte një person I cili kishte ndryshuar krejtësisht, ishte tejet I mbyllur, madje edhe në momentin që është arrestuar dhe ka deklaruar atë se çfarë ka ndodhur, nuk ka shprehur pendes, por nga ana tjetër thotë që nuk jam edhe I lumtur për atë që kam kryer. Ndërkohë nëna e tij jep një tjetër version. Ajo thotë se me të vërtetë djali I saj ishte një person I mbyllur, por arsyeja pse ka kryer krimin nuk vjen për shkak të sherreve që kishte apo konflikteve, sepse nuk ka patur diçka të tillë, por vjen për shkak se ai ishte xheloz për mënyrën se si trajtoi vëllai I tij. Pra, dashuria që kishte në familje për vëllain tjetër. Ndërkohë, këtu del në pa edhe ajo se çfarë u diskutua në studio, që prindrit apo personat e kanë paksa kompleks ti drejtohen psikiatrit në momentet që shfaqin probleme të shëndetit mendor. Psikiatrit dhe psikologu. Psikologu të mirë, nuk shkojnë farë, pa diskutim. Ta janë direkt e psikiatrit. Dhe kjo vërehet në një pjesë të dëshmisë së nënës së autorit, e cila thot, kisha vënë re që djali kishte një sjellje të mbyllur dhe nuk komunikonte shumë, dhe shkova tek mjekja e lagjes, e cila merret kryesisht me diagnostikimin e virozave dhe pyeta çfarë ka djali. Ajo I kishte thënë më pas të shkojë tek një psikolog ose psikiatër. Pra, në asnjë moment ajo nuk ka pranuar për atë se çfarë kishte të vërtet djali. Kjo janë edhe dyshimet. Po edhe në rrjetet sociale ka qenë për gjatë verës po u bo më shumë se sa muaj deri në vit çfarë ka djali. Dhe aty ka një përgjigje. Dhe kush ishte diagnoza që I kishte dhënë këtë? Ajo nuk I ka dhënë asnjë diagnozë, me ato se çfarë I ka shpjeguar e ëma, ka thënë që ky nuk është një rast që trajtohet nga personi që ishte drejtuar, por në një psikolog ose një psikiatër. Ky është rasti I shëndetit mendor I pastër. Ky është rasti I pastër I shëndetit mendor. Ishte një person I papunë, ishte një person që nuk merret me asgjë, ishte një person I mbyllur dhe këto janë dyshimet pse policia ka ngritur një profil të 25 vjeçarit, një person me probleme të shëndetit mendor, edhe për nga gjithë mënyra se si ai ka vepruar. Kjo është mungesa më e madhe që në kontekstin shqiptar ne kemi mungesë profileve të caktuara për qoftë për krimin familje, qoftë për rastin e vrasjes apo abuzimeve seksuale të grave apo dhunën në familje. Në aspektin profesional unë jam munduar që të bëj një studim para disa viteve pra I tërhequr për të parë profilin e personave që kryejnë krime. Unë po t'jap konkluzionin për 20 raste të shqyrtuara. Potencialisht autori radhës është mashkull I grup moshës 20-30 vjeç, viktima BB dhe shkaku mendor dhe ekonomik bashkë. Dhe mënyra kryerjes së krimit me armë zjarri. Pra kur shkaku është mendor, kur shumica e rasteve janë raste me probleme të shëndetit mendor dhe kanë akses në armë zjarri, pra shumica e rasteve kanë mënyra kryerjes së krimit me armë zjarri. Dhe një rast ke edhe me tritol në Shqipëri. Ndaj babait. Pra tek rastet që unë kam marrë në studim, që janë 20 raste, ke edhe me tritol. Pra potencialisht në Shqipëri dhe grup mosha është 21-30 vjeç, që duhet të bëhet një formë depistimi shëndetit mendor. Nuk është vetëm varfëria, blen. Nuk është vetëm starti. Varfëria blen për dhunën familje shumë raste. Pabarazia sociale jo vetëm në aksesin e atyre që janë potencialisht profesional. 21-30 vjeç 21-30 vjeç janë 50% rasti. Mosha profilit. Ka dhe diçka, nëse mund ta shtoj, dhe po tek rrëfimi I të ëmës, ajo thotë se thika me cilën është kryer krimi ishte një thikë që nuk ishte e shtëpisë, pra ishte një thikë që ajo dyshon se ishte e fshehur dhe kjo ka ngritur dyshimet se çrregullimet që ai ka patur, problemet të shëndetit mendor e kanë çuar që ngjarjen mos ta planifikonte aty për aty, por në një moment mund të ketë qenë më herë. Kishe diçka për kodin? Jo, kisha diçka që është interesante në lidhje me gjithë këto që folën për sa I përket vlerës jetës në Shqipëri. Kodi I ri penal që urojt mos kaloj kurrë dhe duhet ribër komplet nga e para se nuk bën, dhe them publikisht se jam shprehur ndonjëherë për këtë. Nuk e di, është skandaloz. Nuk bën ky që kemi apo ky me 900 që po bëhet, ky riu, është skandaloz, totalisht skandaloz. Por ajo që është më skandaloze është që nëse kodi aktual e nis me atë që është e mira e mbrojtur jeta dhe fillon me jetën, vrasja njërën tjetrën, kodi I ri që duan na kanë propozuar këta gjenite letrave penaliste, nuk fillon me jetën. Jetën e kanë deklasuar dhe e kanë kaluar diku nga kreu I disat. Dhe kjo tregon shumë.
fillon me diçka me këto fushat në administrative, që janë këto budallishet, që janë të vlefshme, por nuk janë jeta. Po e quaj budallishe, po e relativizoj, dhe kjo është shumë e rëndë, sepse tregon që vetë ata të cilët duhet jenë ideatorët e një koncepti parandalus, sepse në fund kodi penal është parandalus, si koncept tek që i drejtohet shoqërisë, nuk e nis në vajtjen drejt Europe, shëndeti mendor dhe gjithë këto elemente me jetën, por e nis komplet ve diçka tjetër që nuk ka të njëjtën vlerë. Dhe kjo është shumë shqetësuese për ne pastaj që diskutojmë këtu. Sepse flasim për gjërat, jo, s'është profesionale, është shoqërore. E kuptoj, po i profesionistë. Sepse është shoqërore, është akoma më rëndë. Do prodhojmë shumë tension, sidomos në situatën ku neve jemi, sepse realisht në ditët e sotme hapësirat e ngushëllimit personal dhe të ndërveprimit realisht janë duke prodhuar shumë tension ke njerëzit, që thot mjedisi është shumë toksik dhe i gjithë ky mjedis absolutisht që ndërvepron dhe interferon ke të gjithë njerëzit në masë. Sigurisht kjo shton dhe probleme të shëndetit mendor, që të patrajtuara më pas krijojnë dhe prodhojnë ato pasoja. Jo, kam një pyetje. Personat tillë që kanë këto probleme, më fal, që ka probleme qoftë edhe xhelozi për vllajin, probleme me babain, a vinë ndonjëherë më vlla këshillohen te ju? Gjithmonë. Do të thënë gjithmonë. Po them neve, ose kemi rastet nga më të shumta dhe nga kjo pyetje unë preferoj edhe dëshiroj të bëj një apel. Shpeshherë, personalisht, mua apo me shtarëve, po them këtë rastin katolik, kur ne i drejtojmë tek profesionisti, tek psikologu, ose në shumë rastet e psikiatri, ne na konsiderojnë shpeshherë, neve... Sigureni ju për psikolog? Jemi problematik. Sepse cila është ideja, dhe kjo është këtë të them me bindjen plot në gjitha besimet. Shpeshherë, kur shikohen këto raste, fatkeqësisht shohen të prifti me ba një lutje, të hoxha me ba një rukje, të dervishit e tjetër. To nuk janë raste për ne. To janë raste për profesionistët. To janë raste me, më falë, për quaj përfaqësuesit fetar. Po ka që i qojnë dhe të ata që bëjnë magji. I frynë. Nuk shkojnë të psikologu. Ta janë dhe më keq. Blendi, më falë, nuk shkojnë të psikologu. Emisioni stop realisht kanë dhënë pafundsisht. Nuk shkojnë të psikologu. Besoni në faj është jashtëm, jo i brendshëm. E kam bërë tu. Shkojnë filxhane tjetër. Po pra, më kanë bërë magji, po nuk e pranoj që problemi është personal, është individual. Është në masë. Këto raste fatkeqësisht përfundojnë si viktimat personave vërtet ordinerë që përfitojnë nga situatat e tyre dhe janë tipet e magjistarit dhe gjitha... Mashtrus, këto i përnë mashtrus. Që këto e kanë këthy në një përfitim ekonomik. Dhe nga ky rast, edhe nga ky vend, në gjitha momentet duhet promovojmë shumë ma tepër shtetin mendor. Truri është një organ që smuret një lloj si këmba, një lloj si dora... Duhet shku ke doktori njësoj.